Qytetarë të nderuar, për pavarësinë e vendit ton u deshen shumë mund dhe sakrifica. Këto sakrifica u shpaguan me realizimin e ëndrës son, për ne, për fëmijët ton, për vendin ton. Nuk e punuar bashk, në unitet, ne u bënd qytetarë të lirë, krenar, midis shteteve të lira, të pavarura dhe demokratike të botës. Është obligimi yni që tani ta ndërtojmë një të ardhme me të ndryshme për shtetin dhe të realizojmë ëndrat tona. Qytetarë të dashur, ndërsa kujtojmë të kaluarën e Kosovës, i gëzohemi dhe i besojmë të ardhmes së saj. E ardhme e ndërtuar mbi punën e herojnëve të ditëve të sotme dhe të njerëzve të zakonshëm që bëjnë vepra të jashtëzakonshme. Pavarësia e Kosovës është meritë e çdo qytetarit e Kosovës, secili duhet të ndihet krenar për kontributin e tij. Të tjerë janë mësuesit që mësojnë fëmijët tanë, studentët që mësojnë, mjekët që shërojnë të sëmurët, janë policët që mbrojnë qytetarët tanë. Të gjithë ata që punojnë për të siguruar me shumë vende pune, shpresë dhe mundësi për një të nesërme edhe më të mirë. Ky është premtimi i pavarësisë. Qytetarë të dashur, dhe sa shënojmë këtë ditë e madhe, ju inkurajoj që të merrni pjesë në festime me dinjitet dhe krenari, ashtu si një vit më parë. Le t'i përkujtojmë herojnë tanë dhe të kalojmë me shumë kohë me familjet dhe me të dashurit tanë, sepse është ditë për të mbajtur mend, është ditë për të krenuar. Faleminderit dhe gëzuar dita e pavarësisë së Kosovës.